Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës. Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16. Përshëndetje. Një atentat me armë zjarri tronditi qytetin e Lushnjës kur rreth mesdite u qellua në drejtim të një makine në afërsi të stadiumit. Shënjestër ishte Julian Sula, rivali i grupit të Aldo Bares. 45 vjeçari mbeti i plagosur në këmbë jashtë rrezikut për jetën. Pak minuta pas atentatit në afërsi të fshatit Lifaj u konstatua një automjet duke u djegur dhe që dyshohet si u përket autorëve. Shërbimet e policisë kanë ngritur pika kontrolli në hyrjedalje të qytetit të Lushnjës. Po ashtu u ngrit një grup hetimor në drejtimin e prokurorisë që po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes. U publikuan pamjet brenda banesës ku për 12 orë qëndruan të ngujuar Hamza Uka dhe Julian Cumraku në fshatin Orosh. Brenda shtëpisë, policia u gjeti armë e municione si dhe një flamur të ISIS-it. Një ish komando i cili ka shërbyer në Irak e Afganistan, Uka ka qenë i arrestuar në 2019 për prirje radikale dhe nxitje të urrejtjes me qëllim kryerjen e veprave terroriste. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Çështja Partizani për të cilën po gjykohen edhe Sali Berisha e dhënë drejtia Marbër Maltezi u shty për një tjetër seancë caktuar për mesditën e 10 dhjetorit në gjykatën e posaçme. Ndërkaq në një tjetër zhvillim, deputeti socialist Tërmet Peçi sot u paraqit në SPAK. Top Channel zbuloi se u pyet për privatizimin e një objekti në Tepelen kur ishte kryetar bashkie. Sali Berisha sërish me kritika ndaj Eurokomisioneres për zgjerimin Marta Kos. Dënoj deklaratën e frymëzuar të zonjës Kos nga propaganda e xhepit, propaganda e paguar e Edi Rams, ekstremizmi politik i majt apo dezinformimi, si një deklaratë që shkel ranë ligjin ndërkombëtar të vlerësimit të zgjedhjeve dhe ligjin kombëtar. Në kritikat e tij, kryetari demokrat nuk kurseu as ambasadorin e Bashkimit Evropian në Tiranë Silvio Gonzato, të cilit ju referua si përçues i propagandës së Ramës. Të ngjashme, por jo identike me qëndrimet e zonjës Kos, janë qëndrimet e ambasadorit Gonzato, i cili është i përçues i propagandës paguar të Edi Rams dhe i dezinformimit pa përmbajtur. Ju thot deputetëve të Parlamentit Evropian se kryetari i Partisë Demokratike nuk është pro-perëndimor, masi agenda e tij është manga dhe jo integrimi. Ky është një fillim, një mashtrim. Berisha bëri edhe një sqarim. Pas mashtrimit tjetër se Krisla Sirita ka sjell këtu çekun 9 miliard eurosh në rast se fiton Shqipëria për të shkputur nga Bashkimi Evropian. Shqiptarët duhet ta dinë se kjo propaganda e Edi Rams është përcjell në të gjitha nivelet në kancelarit në Bruksel. Dhe këto janë shpifje për kunazit. Politika e Shteteve të Bashkuara ka qenë është që Shqipëria të antarësohet në Bashkimin Evropian. Ambasada amerikane në Tiranë publikoi foto nga takimet e të ngarkuarës me punë Nancy Van Horn me Taulant Ballën dhe Gazmend Bardhin. Selia diplomatike e Washingtonit në Tiranë flet për diskutime frytdhënëse me kryetarët e grupeve parlamentare të Partisë Socialiste dhe asaj demokratike. Nancy Van Horn u shpreh se dialogu konstruktiv dhe liria e fjalës janë shtylla e institucioneve të forta politike. Ambasada e Shteteve të Bashkuara thekson se pret të bashkëpunojë me përfaqësues nga gjithë spektri politik për të bërë vendet tona më të sigurta dhe më të begata. Në Komisionin për çështjet e brendshme në Kuvend, diskutimi për buxhetin e Agjencisë Kombëtare të Emergjencave Civile u kthye në një debat të ashpër mes deputetëve Flamur Noka dhe Ardit Bido, që lidhej me gjendjen e rrugëve dhe zjarret e verës. Demokrati përmendi Hitlerin. Shkoni në Gjermani, keni rrugët e Hitlerit sot e kësaj dite, pas 80 vitesh. Ndërsa këtu pa i bër 3 vite, ribër rrugët se të del rruga. Deputeti i Delvinës i bën vjesha qeverisë, ndërkohë që 2/3 e Delvinës është djegur. Nuk mungoi replika e socialistit Bido ndaj Nokës. Edhe Flamuri ka lidhje me Sarandën, janë dhënë shumë shtëpi në Sarandë nga antibanesave për familjarët e Flamurit, kështu që si Sarandiot prisja të isha atje, që t'i bashkoheshit kërkesës time që të rrisin financimin në Bashkinë Delvin, sepse nuk ka më fonde që ta përballoj fatkeqësinë natyrore dhe jo të tregoni prallat dhe të arrini deri në ekstremin që siç bët me neonazistët verën e kaluar duke i mbrojtur, tani keni kaluar direkt te nazistët duke mbrojtur Hitlerin dhe rrugët e tij. Halli GPS të bën që të këndosh, të kërcesh dhe pastaj edhe të vjerë shërosh. Është halli madh GPS-ja. Lajme nga bota.
Ndërsa presidenti Ukraina Zelenski përshëndeti ndryshimet në planin amerikan të paqes gjatë bisedimeve në Gjenevë, Rusia sulmoi Kievin dhe qytete të tjera duke shkaktuar 6 viktima e 13 të plagosur. Bombardimet autoritetet I cilësuan sulm masiv ndaj objekteve të infrastrukturës energjetike. Me fokus planin amerikan të paqes, sot zyrtar Ukrainas shkua në Abu Dhabi për bisedime me ushtarak të lartë të Washingtonit, të cilët po në Abu Dhabi do takohen edhe me Rus. Zëdhënësi I Kremlinit Dmitri Peskov deklaroi se nuk ka gjë për të thënë rreth raportimeve për takime, por beson se propozimi amerikan mund të shndrohet në bazë të mirë për negociata. Lufta ruse në Ukrainë vijon për rreth 4 vitesh. Ekspertët e Kombeve të Bashkuara thirrje shteteve anëtare të veprojnë menjëherë ndaj Izraelit, që sipas tyre po rrezikon pushimin e brisht në Gaza duke cënuar civilët, që kur akordi Izrael-Hamas hyri në fuqi më 10 tetor, forcat izraelite kanë vrarë 339 palestinez dhe plagosur mbi 870. Sulmet ajrore izraelite më 28 tetor shënuan natën më vdekje prurse që nga fillimi I armpushimit me 104 të vdekur. Ekspertët paralajmëruan se qasja humanitare mbetet e kufizuar me vetëm 2 nga 6 kalime të hapura, shpërndarje ndihmash dhe spitale që kanë nevojë urgjente për furnizime e pajisje. Belgjik, një grev ka prekur rënd transportin, shkollat, spitalet dhe shërbimet publike. Pasojat po ndihen edhe në Gjermani. Disa nga trenat ICE në linjën e ngarkuar Bruxelles-Köln u anuluan. Sipas agjencisë së lajmeve belga, transporti publik do të jetë veçanërisht I prekur prej grevës që vazhdon deri nesër. Parashikimi I motit. Sot vendi ynë ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme, moti vijon me vranësira mesatare të dendura si dhe me alternime kthjellimesh. Në Vlorë, Himar, Delvin, Velipoj, Shkodër, Lezhë nuk mungojnë shirat. Në zonën e Alpeve dhe në lartësinë mbi 1500 metra ka rreshtje dëbore me intensitet të ulët. Nga dallgët që arrin deri në 1.5 metra lartësi, në Vlorë është pezulluar lundrimi për 24 orë deri nesër në 6 të mëngjesit. Mjetet e vogla të peshkimit nuk lejohen të lundrojnë brenda apo jashtë gjirit të Vlorës. Kjo situatë nuk prek tragedin e linjës me Brindisin që do të vijojë lundrimet në normalitet të plotë. Ndoqet një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës. Edicioni informativ I radhës është në orën 17. Unë jam Ersilda Doko. Unë jam Edi Hallaçi. Kjo është Top Albania Radio.